Në vazhdon dhe të ngjarjes më historike ndodhur para 2 ditëve, ato të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërazi nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, 2 vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhd, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agjendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Organizatës të Kombeve të Bashkuara.